Vendimi për bojkotin e seancave plenare ka hapur një debat të fortë brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Disa deputet kanë shprehur rezerva ndaj kësaj strategjie, duke argumentuar se mungesa në sallën e kuvendit dobëson rorin opozitar dhe kufizon mundësinë për të artikuluar qëndrimet politike. Në diskutimet e zhvilluara në grupin e komunikimit të deputetëve, Ina Zhupa, Bujar Leskaj dhe Jorita Tabaku kanë kundërshtuar vendimin duke theksuar se foltorja e kuvendit mbetet një nga platformat kryesore publike, ku opozita mund të denoncojë problematikat dhe të përballet me mazhorancën. Në çdo rast, unë mendoj se mos pjesëmarrja na heq ne të vetëm platformë publike që ne kemi për debat. E kemi provuar shumë herë mos shkuarjen dhe e dim pasojat. Ne duhet të përdorim çdo hapësirë që kemi për përballje. Nesër është një nga ditët ku raporton një sër institucionesh dhe ka hapësirë për të gjitha temat që janë betejat opozitës. Deputetja Ina Zhupa ka argumentuar se mos pjesëmarrja në seancë e privon opozitën nga një hapësirë e rëndësishme institucionale, ndërsa ka ngritur pikpyetje mbi efektin politik të bojkotit. Kështu, i bie në shtator të shkojmë në seancë dhe s'di çfarë të mirë na sjell si opozitë parlamentare. Edhe në dijenin time janë dy komisione që i mbaron afati, komisioni zgjedhor dhe territorial, që edhe nëse zgjaten, edhe nëse mbyllen, do të jenë vendimarrjet në seancën plenare. Edhe deputeti Bujar Leskaj ka cilësuar një strategji të gabuar largimin nga kuvendi, duke sjellë në vëmendje çështjen që sipas tij kërkojnë debat parlamentar për fshirë procesin zgjedhor, institucionet e drejtësisë dhe mbështetjen ndaj protestës qytetare. Për mendimin tim, kjo është gabim. Sipas kësaj vendimarrje, ne nuk do të flasim për KQZ-n, votimet e manipuluara në diasporë në 2025-ën, mbrojtjen e korrupsionit në gjyqësor e të tjerë, si edhe për kryefjalën, mbështetjen e protestës qytetare. Cili është kuptimi, ideja, mesazhi? Sipas deputetëve kundërshtues, opozita duhet të përdorë çdo mundësi për të ngritur shqetësimet e saj dhe jo të hiqë dorë nga një platformë që jep mundësi komunikimit të drejtë për drejtë me publikun. Debati vjen në një moment kur PD-ja ka zgjedhur përballjen institucionale përmes bojkotit, ndërsa brenda grupit parlamentar janë shfaqur qëndrime të ndryshme mbi mënyrën se si duhet zhvillohet aksioni opozitar në kuvend dhe jashtë tij.